Falinderit publiku, falinderit. Sonte është nata e Supersfides shqiptare. Ka kohë që në hapësiren tonë është I pranishëm një debat që s'po I shihet fundi. Disa thonë se jemi një, disa tjerë thonë se jemi dë, ka dhe disa që thonë jemi dë në një. Jemi një, jemi dë në një, s'po mund t'i bim në fije. As ne këtu në Supersfid, akoma nuk e kemi zgjedhur këtë problem, po besoj që kjo zgjedhje është një Supersfid edhe për politikanet dhe akademike tonë. Sidoqoftë, sonte I kemi dy ekipe që përfaqësojnë kryeqytetet tona, Tiranën, Prishtinën dhe Shkupin, që përfaqësojnë shqiptarin, po del që jemi një. Dy ekipe me emra shumë të njohur nga bota e artit dhe estrada, publiku I do shumë, edhe ne I duam shumë, kanë shumë simpatizant, kanë shumë pëlqime, besoj që edhe ata na duan neve. I ftoj në skenë së pari ekipin e Tiranës. Tirana, do të fitoj. Normal, tek. Jo, do rri këtu. Të mos e këtu. Shumë mos e këtu. Jo, po të ta çoj djalin si. Ku tulem unë nëse? Atje. Ulesh në vendin e Tiranës. Okej. Si keni qenë mirë? Mirë shumë, juve mirë kret, juve si jeni mirë. Ai bë. Treshja e Tiranës I ftoi në skenë edhe treshën e Prishtinës. Ja jem 1, 2, 2 në 1. Nena 6. 6. Ata trena. 5, 12, edhe 2. Edhe herë 2 më. Ti je tek. Kena me të sos. Të nderuar shikues, edhe pse I njefni, por me duhet ju rikujtoj të paktën për ata që akoma nuk I kanë rritet kavllore. Julian Deda është një aktor shumë I dashur në trojet tona. Karrierën e tij e filloi në Portokalli. Pastaj krijoi një format të ri, krejtësisht ndryshe, të veçantë që shpërthej u qysh në emitimin e parë, Apartamenti 2XL. Vazhdon transmetimin çdo javë në Vision Plus. Beton Ibrahimi vjen nga Shkupi. Studimet I ka përfunduar në Tiranë, ndoshta edhe ky është një motiv që garon për Tiranën. Ka qenë moderatori I pari I kuizit më të famshëm në botë, kush do të bëhet milioner. Ka qenë zëdhënës në qeverinë e Maqedonisë. Me profesion është aktor. Ermal Mamaci. Për Ermalin flet shumë thjesht Facebooku, 1.6 milion fansa. Karrierën si Si ka arritur deri këto, e dim të gjë. Ka vjedhur. Po vjedhte. Vota këto dritat e rrugës bombit. A mungojnë dritat? Kjo ishte treshja e Tiranës. Ke 3 aktor këtu, nuk do ke 3 aktor këtu. 3 aktor. Po ke edhe 1 aktor anë. 4 aktori kemi edhe 2 këngëtar. Do të thënë, 2 me mjekër, 1 pa mjekër, 2 me mjekër, 1 pa mjekër. Hynë mes Nito, hynë mes aty. Jo, pëse, ne pa mjekër. I thash. Kisha marrë dhe rishipetat, po s'desha.
Treshja e Prishtinës, Xuzi, rocker i dalluar me stilin e tij të veçantë, është edhe moderatori i emisionit më të dëgjuar në Metropoli. Blerta Deliu me profesion është aktore, ka qenë edhe moderatore në RTK, deputetja më e bukur në vendin tonë. Falë, sekond. Më dje që deputetja më e bukur është Hashimi. Ne kemi Ramën për shembull, deputetin më të bukur. Ministër është Hashimi. Hashimi. Po, deputet s'është ministër. Zotri Thaçi, po mendon Zotri Thaçi është ministër. Ne s'japim dorëheqjen, ne i mbajmë të gjitha. Kur i bëjmë tëna. Zonja dhe zotrin e kemi edhe MC Kreshen, reperin me të Dy sene se ka qëllu. Ma i famshëm edhe i Prishtinës, së me Mitrovicës, dhe s'jam ma i famshmi, po jëm reper, okej? reperi më i famshëm në troje tona, Shqipfolse, dallot me tekstet e tina, godice me mesazhe shumë të forta. Bravo! Apo shkurt e shqip, Tupaku shqiptar. Bravo, Kresha. Shkurt Kresha. Pa i mindere shumë për kompliment, po nuk me gjithë modestinë e thëmë s'menaj që ka Tupak. Mo. Edhe mas pare unë jem kur gjë tjetër veç se një njeri thjesht që ka qef me pa muzikë edhe njerës mi desht. Amo jo mi desht, veç mi shti me kesh. Shturt. Enis, me që jemi në një garë, do me thënë në misore, një lukë, jo shaldaj! Po flasim s'po luajmë Okej. Okej, do t'a shofim! Me padurime pret lojën e par Juli, besoj që të gjithë ta shohim se cila është gara e parë. Sfida e parë ping-pong. Ermali filloi nxenjen, edhe Toni. Shpërthe. Ta shohim të dy lojtarët nga Tirana, cilët janë ata që do të luajnë ping-pong. Ullu zemra. Kush do të luajë nga ekipi juve? Neve. Hajde juve. Juli dhe Ermali, loja e Sa parë minuta ping-pong, kemi? 2 minuta. 16 minuta? Kemi drejt me undru? Po, Hajde, fillon! brana Loja 10 po minuta. fillon Fillon loja! për Gati. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisin 2 minutat për Ermalin dhe Julin. Shohim sa topa do t'i fusin në shport, nëse arrin të koncentrohen. Juli me topin e parë, dhe të dytin. 2 topa në shport deri tani për ekipin e Tiranës. 20 sekonda kanë kaluar. Shumë afër topit të tretë. Ermali dhe Juli. Po pushomër ti se Ja ku janë 30 sekonda. Po 1 minutë e gjysmë deri në fund. 2 topa deri tani. Më duket se Vetoni duhet t'i ndihmoj pak Julit, se Juli nuk është kërka. Po që ti bëjnë? O, kjo sy është me vrima jo, valla. O, të hangër të mortje, inshallah. Minuta e fundit Ermal dhe Juli. Mos fal. Mjaft! Në shkatrove jetën! Një ndrem nga ekipi Tiranës, dhe Toni tani. E tani e merr përsipër Vetoni përgjegjësinë të i fus topat në shport. Mirë po, asaj nuk ka fat. Ja topi i parë për Vetonin. Ja kështu. Topi i dytë për të, 4 topa gjithsej. Me ke fyr. Ikër ma, ik. Nëse shkel vinë, Ja ku janë 30 sekondat e fundit. Vetoni me topin e 5. O, Julo! 20 sekonda deri në fund. Bravo! Topi i Aty qyja! 6 Aty udhja! Aty! dhe i 7. Dhe 10 sekondat e fundit.
7. Një shtrit molle, vetoni, ishte mirë veton prej fillimit veton. Ta shohim tani ekipi i Prishtines, Xuxi me siguri. Me syza, se pa syza ju të sosin kret. A qonë? Xuxi dhe Kresha. Unë po t'asistoj ti. Kresha shërben, Xuxi është ai i cili do të shënoj. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë 2 minutat edhe për Xuxin dhe Kreshën. Shohim sa topa do të inqëllojnë në sport. Xuxi me një stil të veçantë. I duhet pak më shumë fuqi Xuxit. Ja, topi i parë. Një top, brenda 20 sekundave, ja dhe topi i dytë. Ja dhe topi i tretë, kanë kaluar 30 sekunda. 1 minutë 20 sekunda tërë në fund për ekipin që udhëhiqet nga Blerta. Jush bre! Me 4 i kjeta. 4 topa deri tash. Asistimi keske, falë, rregull. Opa, shtylla. Liverpool. Po ja afrohemi minutës së fundit, ja ku janë 5 topa në sport dhe 2 topa i nevojitën Prishtinasve. I'll kill you. Hajde Minuta e Mitrovic! fundit. Hajde Prishtin, jepi! Hajde Bler! Hajde! 50 sekunda tërë në fund. Kampioni Kosovës basketbolin. Ja topi 6 dhe i 7. Vetëm edhe një për ta fituar këtë lojë. Hajde Prishtin se për reprezentacionin. Vite! 30 sekunda tërë në fund. Dhe Xuxi arrin të fitojë. Hajde. 20 sekundat e fundit për Xuxin dhe MC Kreshën, një duar trokitje i lus. Ja ku janë 10 sekundat e fundit, 9, 7. Fitore për ekipin e Prishtinës. Bravo. Stut me alive. Ju e lëm vit. Ja, faleminderit shumë. E para. S'është me rëndësi e para. E para është e kalamaj vetë. Kjo është një nxenje. Lojën e parë e fituan ekipi i Prishtinës, punë Xuxi edhe dhe fort. Kresha. Ashtu, libra ke frikë. Ka një frikë shumë zë. As kimë fare. Keni akoma lojë, Juli. Edhe pak dorim. Hajde. 5 pikë shuloj. Po, rezultati është 5-0. Hajde. 5 pikë kishte kjo. Po, kjo lojë kishte 5 pikë. Ta shohim se cila është sfida e radhës. Loja e radhës është bartja me sy mbyllës. I pari që do të luaj është ekipi i Prishtinës. Xuxi do t'i mbyll syt. Kush do të orientoj? Blerta, po? Po. Xuxi e atë pozicioni. Blerta orienton. Kresh, a do t'i ndihmosh mi bart pijet? Po, mëre. Pakten jepja derisa fillon bara. Ja. Xuxi te pozicioni, Kresha i ndihmon ndërsa Me C. Ma qëpara, mu i mi marë në dorë sa mu i mi marë. gati e pritni edhe kandoni për me fillu. Loja po fillon Blerta është ajo që 5, orienton. 4, 3, 2, 1. Loja filloi. Loja starton. Kam filluar 2 minuta e gjysmë për ekipin e Prishtinës. Shohim se sa pije do t'i bartin deri në cak, deri në atë sportën e barë që po e sheni prapa Xuxit. A ecim. Niset Xuxi. Në vije, vesnjake që ashtë rrugë. Blerta duhet ta orientoj, Drejt, në të drejt. mbajt në të djathtë. Shqipt keqen. Majtas, ma shpejt, majtas. Thanks. Drejt. Ma shpejt. Hajde, Kanë vazhdo kaluar drejt, 30 sekunda, Xuxi. drejt.
Veç vazhdo drejt. Drejt. Nalu, pengesa. Hajde. Lesh lut na rreth pozicioni. Edhe një hap. Hajde pengesën, vazhdoj. Vazhdoj pengesën. Vazhdo Zuzi. Vazhdo. Gjatas, majtas. Hajde. Ma shpejt, 1 minutë e 30 Kutu, ma sekunda. shpejt. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Majtas, afro. Drejt, ka ke. Drejt. Nalu. A ka me marru il? Me pi. Hajde, përpara. Kujdes. Qa botash? Dush A eliminona? me gjet. Po je eliminu që isha tjeti, pa hajde të Ajo mafër! Ullu, poshtë. Minuta e fundit për Xhuxhin. Përpara. Mirë është. Bravo. Vazhdo, orientohu. Hajde, drejt. Majtas. Xhuxhi edhe 50 sekonda i kitë në fund. Ma shpejt. Ajo mirë! Majtas, vazhdo, drejt. Një mazonin mu. Një mazonin mu, shumë mirë, veç vazhdo qashtu. Ajo Gërbavu. Bravo. Veçet, s'ka lidhje. Qka është pengesa? Veç hajde, sa shti ktheu. 30 sekonda dhe në fund. Hajde, majtas. Përpara, drejt, gjuj. Bravo. Hajde këtë të ore. Hello, si eksizat. Fal, kjo që s'kaloj as si penger, si bët. Ta shohim edhe ju. 15 sekonda deri në fund, më duket se Xhuxhi do ta ketë vështirë që ta përfundoj. Drejt, majtas. Drejt. Gjatas. 5 sekondat e fundit. Gjatas. Drejt. Dalu Xhuxhi. Bravo. Përfundoi loja për Xhuxhin. Tani e ka rolën Tirana. Juli është ai cili do t'i mbyll syt. Ka mundësi të largohesh. Na fal më vlla. 5 sopë me gabime. Ermali e orienton. i merr Juli këtu. kur ti je gati. Apo? Hey Jul. Ta shohim edhe Juli. A shifet gjë Juli në syt? A? Sigurt. Ja, sigurt. Ti e ke Okej, parasysh. jetë vendi. Ti e ke parasysh. Për themun. Ec pak majtas, të kthesh pak. Po. Ermali me strategjinë e tij. Dalo direkt. Direkt, po. Afro pak, do afrosh me kaq. Ermali, Eci çik më shpejt kam Betoni dhe Juli janë gati për lojë. Loja po fillon. Shemi! 5, Nga Tirana! 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë 2 minuta e gjysmë edhe për djemt nga Tirana. Publiku i lut na qetësi sa po të filloj loja. Që ndëgjohet Ermal lutna te vendit e vet. Nuk mund ta po, jo, se ta ndëgjon zërin. Ermal, Gati është Juli, fillon. ja 2 në Okej, gjep. Jul. Ha. Jul. Ha, more. Ec ke vend. Merr pak djathas. Hec tani, hec. Pak, ec më shpejt. Ec pak djathas. Kalojnë 30 sekondat e parë. Hez drejt, 3 hapa ke. Më djath. 1, ec djathas, ashtu siç je djathas. Një hap djathas, vlla. Edhe 1. Ngrihe këmbën. E ke i del ku jeta. Okej. Atëherë, kujdes, aty ku je, një plot para ke pengesën, ngre në vend. E shpejt, pak djathas. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Drejt, mos e prek. Jo, merr pak majtas. Djathas. Fal djathtën tate, ec. Djathtën tate më vlla? Okej. Tash ndalo aty. Ktheu komplet majtas 90 gradë. Okej. Një hap para, edhe një të vogël. Pak fare do kthesh në të majtën tate. Ashtu siç je. Okej. Ulu, kujdes. Edhe 1 minutë deri në fund. Kujdes dorën se po bie shishja. Nxjerr kokën, aty ku e ke. Bravo! Okej, ktheu djathas. Ec shpejt. 45 sekonda deri në Pak fund. majtas, pa me aty drejt fare. 1, 2, 3 me 2 hapa. Po djathas. Ec pak djathas direkt. Ashtu. Apo djathas direkt. Vazhdo, ashtu siç je. Pak djathas, ashtu siç je. 30 sekonda Juli. Drejto. Majtas. Lësh
pak djathas. Okej. Ti lëshoj. I ka lëshuar Juliani me 15 sekonda deri në fund. Edhe 15 sekonda. Sa? Përfundoi loja. Edhe 15 sekonda. 15 sekonda s'ka çaj bëj. Kapëm, s'ka ka. Bravo Juli. Bravo, Julia. E tash të shohim se kush ka arritur të mbledh më shumë. Tiranën. Sajen. Sa? 10-10. Qa thumë, vlla? Fshije gjakun se na Kishin 5 sopa to, më. Jo, 2. Rezultati është i barabart, i ndajmë Po pikë. si barabart, vlla? Po kishin 5 sopa. Uj nuk e piu. O shqiptar. Ky nuk e ka rëzuat pengesën e dytë. Edhe plus ujin e ka duhet me fitu. pra, Edhe me kupi ujin. A më mos e ke der. Ja. Po, ke der, der. Okej. Rezultati është i barabart. Ndajmë pikë. Ajo s'ka kalu si penges, ma. Dhe kesh, ma, a do më ratësh. Ora, jemi shqiptar, qa jemi? A jemi shqiptar? Jemi veshë shqip apo jo? Po ju falim, po ju falim. Ua falim, bre. Po s'ke nevoj, bre! Fjetu. falim. Keni meritu. Shqipa, të qose do një murra, hajde rritë. Ja. Rezultati është 10-5 për Prishtinën. Pse? Bardja ka qenë e barabart. Se? Ndajmë. Jo, Po pengesat. Pengesat? Se i keni vënu, Dërpite lojë, më burë, fol me regjinë, më vla, nuk e kapi këtë, ky e ka loja. E piva dhe uj, pa der. O qaci. Qa po që, Edhe uj, pa der, qaci. Pik të nërë Tirana. Ju lut nga kamerës. Tirana i merë pikë, Tirana! Tirana i merë pik. O qaci. Ja, Tirana. Ta presëm cila është sfida e radhës, ndoshta kjo do t'jetë një sukses për ekipin e Tiranës. sa i natë që më vje? Ta shohim se cila është gara e radhës. Loja e radhës, veshja e bebeve, të dy ekipet duhet të garojnë Falë, gërën se se pa barabarta. cili S'kemi do si t'i femër. Jo. Ata ka një femër. Cili nga ju do t'i vesh? Unë pra pëjveshin. Juli është ai cili S'pushon ti vesh. fmi, ma pëse s'pushon? Po pushon, Pali se këtja ish bateri ti fmije. Pak. Dërsa Lerta nga ekipi Prishtinës është që do t'i vesh, Xuxi dhe Apo Kresha pak, do t'i apo pak. gjejnë rrobat. Hajde. Kur t'jeni gati, Një sekundë, nis. Ermal, jeni gati? Një sekundë si hoqa baterit. Fillon, 1, 2, 7. Gati janë të dy ekipe, presim edhe kandonin, i kemi 2 minuta e gjys. Loja po fillon për Nisani edhe ju, nisani, që s'ka ndërruar. 4, 3, Hej, nisja ka për 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati, kanë filluar 2 minuta e gjysmë për të dyja ekipet. Vetëm Juli, ju gjenja teshat ma shpejt. Rrobat ma Ma shpejt. qerin. Xuxi, vetëm Lerta. Kjo i bon, am falë. Ju gjenja teshat. Ty ata tjerë? Juli ka arritur 2 bebeve pampersat i ka përfundu. Lerta është shumë e shpejt deri me tani. Kaluan 30 sekonda. Ermali me furnizim është nga dalëshëm, Ermali më shpejt. Kjo është pijon. Jo, u kryma, jo vesh i pijamat. Shikoj po këto me vesh tash. Lerta gati e ka veshjen e një bebes. Së është si kjo. A dole një dhe 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Soropat. Duket se Blerta i prin kësaj loje. Jem nga Tirana, janë të konfuzuar, paksa. Edhe që tu duhet me punë. Kemi teshat. Lerta gati e ka veshjen e bebes parë, vetëm edhe kapelja i ka mbetur. Mirë, shtetërën, qëtë.
1 minutë e 15 sekunda deri në fund. Juli më i shpejt, Juli. Jo. Shkojmë me careta. Vi kanë pijama. Gjeni pa qërapë, e që kanë pijama, nuk i kanë pijama sigur. Po hym në minutën e fundit tani. Këtë shpejt. Shojmë se kur do të vesh më shumë bebe në këtë minutën e mbetur. Jo, duhet të diçka për fundin. Shit pra. Duhet ta keni të qartë se jashtë po bën ftohtë, kështu që bebe duhet të vishen trash. 40 sekunda deri në fund. Qërapë se mu ftof djali! Kam një qërapet. 25 sekunda. Qërapa. Ekipi Prishtinës vetëm një bebe ka përfunduar. Jo, ka vete dhe kjo bleta. 15 sekunda deri në fund tani, po hym në 10 sekundat e fundit. 10, 9, 8, 7. Duksi mare! O, që saj duksi! Dhe merë fund gjithçka. Baroj. Shojmë se kush sa ka veshur. Juhu! Pa qo në veshë këtu? Ska qërapë kjo? Ska qërapë ajo, ne kemi veshë këtu. Gjithsesi, fitoria i takon ekipi Tiranës. E ka veshur komplet Juli. Dërsa ekipi Prishtinës asnjë bebe nuk e ka përfunduar totalisht. Blerta e tregoj edhe se kush në shtëpi e saj kujdeset për fëmijë. Nice. Pra, Po të ishim bashkë për blerë dhe një skuadë dhe do kishim vesh 6 bebe. Ju falenderit. Atëherë, kamererë, hiqe i këto. Pastron tavolinë të lutem. Përfundoj loja e parë, bravo Juli, shumë shpejt e ke veshur parën, por të dyta më duket se Ermali dhe Vetoni nuk i gjetën Jo, rrobat. të dyta Ermali shkoj me pushime, si ishte fare këtu. Vetoni? Vetoni kishte vetëm një fleri, nuk është këtu, nuk është këtu. Ta shojmë edhe rezultatin. Rezultati është i barabartë, 10-10 Tirana dhe Prishtina. Ta shojmë se cila është sfida e radhës. Sfida e radhës, basketbol nga Lohacia. Ekipi i parë që do të luaj, me siguri është ekipi i Tiranës. Se luajt, do vazhdojmë. Mirë. Do shkojmë? Hajde. Juli, Ermali dhe Vetoni. Ta shojmë basketbolistët e Tiranës. Çfarë gare do të bëjnë? Juli është në Lohace, Julian Beda. Go! Ermali shërben topa, dërsa Vetoni është ai cili do të lohat. Drejt, mos më ço shtrep. Loja po fillon Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për çunat e Tiranës. Shohim se sa topa do t'i fuzin në kasë. Juli fenomenal me të parën e qëllon. Pika e parë dhe e dyta. Më duket se kanë ushtruar Juli me Ermalin dhe me Vetonin për këtë loj. Shohem në tentimin e 4, 30 sekunda kanë kaluar. Juli pasakt. 2 shënime deri tani. Juli! 1 minutë e 10 sekunda për Julin dhe ekipin e tij. Shohem, a do të e qëlloj për herë të tretë? Jo. Minuta e fundit. Qetëso. 2 shënime deri tani. Qetëso se ishim mirë. Shumë mirë filloi Juli. Juli Jam shpejt, shumë baba. më i sakt në fillim të lojës se sa tani. Hajde, bravo. E ta shohim tani me një taktik të re.
Bravo, hajde. 40 sekonda dhe më fund. Pridhir. 35 sekonda kanë mbetur për ekipin nga Tirana. 2 shënime deri tani. Shohem 23 sekonda. Shënimi i tretë. Shënimi i tretë për Julin, Nermalin dhe Vetonin që po e ndjek topin tani. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6. Juli! 2, 1. Petet në 3 shënime Juli. Vetëm 3 shënime Juli. Ta shohim tani edhe ekipi Prishtines. Bravo Juli, 3 shënime. Zoti Kresha. I mah. Tani radhën e ka ekipi Prishtines, Xuxi, Kresha dhe Blerta. Ekipi Prishtines, Xuxi është ai i cili do të shërbej apo Xuxi në lohace. Apo hyp. Apo hyp ti, apo hyp jo? Qysh dush ti? Ta shohim se cili do është ai i cili do të gjuaj kosh. Kresha në lohace. Kresha. Xuxi është ai i cili do ta Çdo gjë është gati Xuxi. Ti ja jap topin ku unë pesh ty apo? Okej, çu du? Okej. Apo do të Ajo e cila Loja do të po shërbej. fillon. Okej. Xuxi do ta 5, lojë. 4, 3. Xuxi, loja fillon për 3 Një. sekonda. 2, 1. Loja starton. Fillon. Gjithçka gati edhe për ekipin e Prishtinës. Ta dalë si jap edhe një. Duhet të shënojnë 3 herë apo më shumë. 3 herë kanë Publiku një qëlluar mbështetje për Kresha. ekipi nga Tirana. Problem është shumë për mua. Afro pak më afër. Shumë. Okej, provote, unë kam problem. Vetëm 1 minutë e 40 sekonda i keni. Jo. Një ndrym, Xuxi më shpejt, Kresha. Xuxi. Shtyne. Xuxi. Publika nuk po e përkrat Xuxin si duhet. Xuxi, edhe njerë, Xuxi. 1 minutë e 15 sekonda ka mbetur për ekipin e Prishtinës. 3 herë duhet të shënoj, apo më shumë, nëse dëshiron të fitoj. Shumë vështirë, Xuxi po gjuan sikur ti kishte 2 këmbë të majta. Minuta e fundit Xuxi. Minuta e fundit për Xuxi dhe ekipin e tij. Nuk ka shënim. Problematike kjo lojë për Prishtinën. No! Hajde, Xuxi! Bravo! Pavlo, me dollë Blerta me bo shënime. Tani ta shohim Blerta. 35 sekonda i ka Blerta. Edhe 30 sekonda. Blerta. Blerta shumë më afër se Xuxi në tentimin e parë. Kresha ishte tepër i dobët madje. Sikur të gjithë tifozët e Liverpoolit. 13 sekonda dhe fundit. 10, 9, 8. Duket se ekipi Tiranës do t'i fitoj pikat edhe në këtë sfidë. Përfundoi loja për Prishtinën. Juli, loja më top që kemi pasur në basketbol. Loja më dop. Bravo, Xuxi! Boni gabim ke tempi, ke koha. Se je shumë i madh për çka ke arrit. Tre kosha të arritur nga Juli. Faleminderit. Fal, kur këta marrin 0 piki, marrin 16 pikë. Kur zerohen. Dorën zemër, Xhoz, loja më e dop që kemi parë në basketbol deri tani në super sfidë. Okej. Nuk e di çka u bë. Qa e po tash? Edhe artistë edhe këngëtarë edhe tonët. Mos u demoralizo Xuxi.
Mos u demoralizo, edhe më tej në lojë. Se di që është edhe basketbolist, po. Jo, shumë basketbolist edhe s'ka të bëj me basketbol kjo. E zero. Është një. A që si një basket? A që si një basket? A si një basket? Në 3 ju 3. Madje as me futboll. Kjo ma shumë ka të bëj me parkour, se sa me basketbol. Kjo me basketbolin s'ka kokërën e lidhje. Ne të duhet shënojmë kosh, apo? Qartë. Apo basketi ke aty, po basketbol, ja. Edhe kushim. Po të bëllë që e basketi. Kombinimi Lohatës dhe basketbollit, gjithsesi ekipi Tiranës fitoj pik. Rezultati është 15-10 për Tiranën. Juli shënoj 3 kosha. Do ikim. Gati jeni për lojën e radhës? Pa tjetër. Ta shohim se cila është sfida e radhës. Loja e radhës. Të dy garusit ta shohim se kush do të luaj nga ekipi i Prishtinës dhe Tiranës, cil do t'jen garuesit e kësaj loje. Juli për Tiranën. Qka Juli, veç Julia, këta dy, qka, jonë statista Ka alergji. Këta i kini marrë këta, qka, s'ka kry shkolla, qka punë e të. Juli është garus me i shpejt nga ekipi i Prishtinës. Kush do të luaj këtë për erën në gojës time, pastajti me këtë? Falë, a i Prishtinës e kini qujtë. Falë, lejot mi prejkë me dorë këshu? A e no, ba? Po, lejo. Hajde, me provoj, s'ka lidhje, hajde. Kresha dhe Juli. E më falë. Julian, unë fajtona me humbin hajo pa Mas kësaj do puthemi në buzë. Ja. Nas një mini... A salami do të haj, këto të dy. Kjo loj ka 10 pik. A mundu mi përdur durt apo... Gjithçka gati, mund të filloni kur të doni. Kresha dhe Juli. Mund të filloni me njerë. Okej, dhe ebna një... 3, 4 tash. Nisën Kresha dhe Juli, të quajmë kush është më i shpejt. Momentalisht është Juli! Juli fitues i garës. Fitues është Juli. Hajde. Shumë i shpejt, Juli. Hajde qeras me pak salam. Shumë i rrëmë. Rekord Juli, shumë shpejt e përmëndoj këtë garë. I fitoj 10 pik për Tiranën. Bravo Juli. Ja unë fitoj asbor. Nuk luj mo. Shumë bukur Juli. Ta shojim në njerë se cila është sfida e radhës. Shikoj, Kastraveci si shte i keq. Salami Kastraveci harë. Gara e radhës është lufta me Aztek. Para se të fillojmë garen, ju njoftojmë rezultati është 25-10 për Tiranën. Of course. Dërsa tani na pret gara e radhës lufta me Aztek, gjdo round i ka 3 pik, gjithset janë 5 rounde. Okej. E keni momentin Prishtina për të fituar pik. A ta bëj pare tani vazhëm se se cili e bojmë, ha? Okej, mundën Ti pare i edhe... tret, asë. Raundi i Retiro parë. buti, gjithë i pare. A Juli ti lip dhe konë që gruzda. Ermalin pak ma i dopë që ti. Ermali dhe Xuzi. Raundi i parë. Lufta me Aztek. Ta shojmë ato tjetë Xuzi që... Loja po fillon për Gati? 5, Majë nga si gjirë. Kemi pozicion. Xuzi, Xuzi, ma mrova. 1. Po, që mu të abrasim një... Gjithçka është gati, mund të ktheheni në vendin njerë. Edhe njerë, gati, mund të filloni. E, tash mund t'ja nisni, të shohim se kush do të arxoj kë. Mbështetje publiku. Brother. Xuzi, mos na e merr ftyrën. A është Ermali apo Xuzi që do të rrëzohet i pari? Shohem. Xuzi vetëm me një dorë, Xuzi me një dorë. Ermali e fiton raundin e parë. Andromi? Mundeni mundru, mundesh me vazhdu edhe një round. Hajde në njësë. Edhe një round, Xuzi me Ermali. Jepi. Kam filluar raundin e dytë vetëm me një dorë, Xuzi. Me një dorë, me një dorë.
Me një dorë më. Xhuxhi parazon rezultatin. 1-1. Të ndru kundërshtori, ja. Tani Ermali me Xhuxhin. Ermali e mbaroj, mo. Juli me Xhuxhin pa. Xhuxhi, me një dorë, të lutem. Me dorë. Vetëm me një dorë. Juli. Me dorë pasi, ja, me dorë. Me dorë. Hajde, lirë. Me dorë. Sa më sejmë, 1-1? 1-1, këthau. Ktheuni në vend edhe një herë. Pozicion të lundë. Ik pa mala. Edhe me dorë më shvjo. O të zja si këshu. 1-1 momentalisht shohin kur do ta fitojë raundin e tretë. Okej. Raundi 3, çdo raund ka 3 pikë. Juli, gati jeni. Xhuxhi, gati filloni. Shkojmë. Jo me 2 dur, Xhuxhi. O, Xhuxhi me 2 dur. Kush do të rëzohet i pari? Po vrohemi. Publiku një mbështetje për 2 garusit. Nuk më zedora. Juli dhe Xhuxhi shumë paqësor. Dhe fiton Juliani. Tani Kresha dhe Vetoni. Tani ndron Kresha dhe garuesit. Vetoni. Që jemi me piku? Nani na fermës tani, hajde. Një mbështetje publiku i zjarë. E parazon rezultatin Kresha me njerë. 2-2 raundi i fundit tani. 2-2 edhe një raund. Kresha dhe Vetoni. Momentalisht të dy ekipet kanë nga 6 pikë. Shohim kur do t'i fitoj 9 pikë në këtë Vetoni dhe MC-u. Rëzoje. Myte. Theja komën. Shohim a do t'jetë Kresha apo Vetoni që do të bie nga Unë jam shumë i balancu. Pa më rrugë. Kresha me balancë fenomenal dhe ka fituar. 9-6 sa i përket pikëve. 3 raunde me 2, apo? Po, po. 3 me 2 për Prishtinën. Bëj një bashkë. Me Julin. E më leta bëj një me Nisin. Hajtë lutëm. Po e fitova bëj. E ligjon. Hajde Një një dorë sajnë. Turkiti për këtë zotërin që bën gjithë këtë spektakël që do ta rraf tash. Po të slidon. Me Ermalin apo Julin? Me Julianin, po të slidon Julianin. Shiko se do ta fus turive. Dhe tani, nga super sfida, Juliani dhe Enisi, super sfida, ashtu e kom telefon që nu, shkojmë. Po Raundi. se rafe, do të rafim në ty. Raundi i fundit, ha? Hajde Xhuxhi si komentator. Shkojmë, hajde, Kresha! Juli. Qa bërmo? Ata bëj një normalin, vjetë më një. Unë me nisi. Hajde, unë nuk po kurseja. Ermali do të nxerr hak për Julin. Më se ta lash vetë, më ta lash vetë. Enisi do t'i rrëzoj të gjithë. Sekund. Hajde bëjmë një bashkë. Po pse kjo do shpëtoj kjo? Kurdo, ma e pësik, ma e për. O, sa kom shesh. Leta me Julin, një loj miqësore. O, Jul, jo në kokë. Ja vush me vëten, da sot. Hajde, unë italian vetë. Do lati, Jul, Bravo. Ja kështu.
Baroj edhe sfida, lufta me Aztek. Juli... Kemi ma. A mujtë? Rritë deri sa dje loja e radhës. Qabo, mire. Qabo në vlotë? Qybe vlotë që, po. A, qka e edhe te? Qybe që pa di hapë. Qka e të kofta atje? Hajde. Shkojmë. Ta shojmë edhe rezultatin. 31 për Tiranën, 19 për Prishtinën. Tirana me avantazh. Po këtu dy lojë që I fitova. Të dy lojë që I fitove ti maj, ti kesh. Kujtim. Maj se duhen me bo beton. Ja, I vynë për referenca, Hajde, për plak! CV, për Hajde! T'ja japim për këto dy lojë 5 pikë Prishtinës apo jo? Jo, ma pse ti japë, që ti japë i Ja, s'ki qka ja Pse ti japë i Prishtinës, Prishtinës ne? E kena fitu me mund me djes me qina. Ashtu, pra, ashtu. Vazhdojmë. Pra, kjo garë përfundoj, ta shohim në vazhdim se cila sfid është e radhës. Loja e radhës top, në mesin e fushet është I vendosur topi I basketit, cilë do t'jenë ata garusit e Tiranës dhe Prishtinës. Do në funizoni me top armal, hajde. Vetëm njëri gjumë, tjerë të shërbejnë, raundi I parë. Qka me qyqë? Topa tenisit. O, e nisë, ta do të rinë brëndë. Me Jo, rogë këtë topina? jashtë fushës. Fura me rogë që Edhe ai që gjun jashtë, me top tenisit ta? Pse kjo viza Pse shko është? vje këtu? vija duhet ta kalej topin. Kur të gjun ai duhet... ta kalon Qka, ideo mi mshu topit, me që top me rogë që ato? Ai topi me kalu Ai me vin. kalu vin. E sa re kalon vin, bos pikë Fiton, bëni. sa kalon topi jashtë vis, fiton ju. Kresh, shërbeni me topa. Le, se I marrë vetë, Jo, ma mire me shërbi. Jo. Po, qofse një gati kandonin e presin, Careful. Për rogë të dy garusit janë gati, Juli Loja dhe po fillon. Zuzi, pritni Për kandoni. 5, 4, 3, 2, Kjo loj ka Një. 5 pikë. loja starton. Atër ka nisur loja të shojmë se kush do ta fitoj këtë round, është Juliani që e qëllon I pari. Edhe më tej nuk e ka kaluar vijën fatale, por pak e largon Xuzi. Zuzi, meri ku. Meri. Duhet ta asistojnë më mirë Xuzin, Blerta dhe MC-u Hajde topa, që kepja topa. që ta largoj topin. Xuzi e largon. Kujdes, Julio. Pse morë këtë lojë ti me marrë? Edhe më tej as njeri nuk ka arritur që ta ka përcej vijën fatale të tjetrit. Xuzi është lodhur paksa, edhe Juliani është lodhur. Ka përcen gjysmën! Shumë afar me gjithatë e largon sërish Juliani. Ledi topa do krejt. Me topa! Topi në gjysmën e fushës sërish. Meri. Dhe Jaku për pak. Mbron Xuzi aty, mbron. E pret Xuzi si një portier fenomenal. Me gjithatë, tani shumë afër dhe ka fituar. E fiton roundin e parë Xuzi. Bravo, Xuzi, raundi I parë për Prishtinën. Shojmë se kush do të luaj në roundin e dytë, a do të ndrohen, a do të luaj Kresha me Vetonin apo jo. Okej. Xuzi e fitoi raundin e parë, në raundin e dytë kush do të luaj Kresha kundër Ermalit. Ermali dhe Kresha do të luajnë, shojmë kush do të fitoj. Vesh me rogë. Gjithsesi, Ma që aty në ty. Tirana duhet ta fitoj për ta barazuar me Ermali raunde. është gati për këtë lojë. Publiku një mbështetje për dy garusit, Kresha dhe Juli. E nis mund të japë shenjën. Jeni gati? Gati. Kur t'jeni gati mund të fillojmë? Jo, s'ka që. Gati janë. 3, 2, 1, le të filloj gara. Atër ka nisur edhe raundi I dytë është Kresha dhe Bravo. Ermali në anën tjetër, shojmë kur të fitoj. Ermali duhet të e barazoj rezultatin, ndërkohë Kresha për ta fituar krejt lojën. E largon rrezikun. Ermali Kresh, mos e fut kur. dale topi
Dhe ka larguar rrezikun. MC-u i një dashur. Jepi topa! Topa! Quj mëre quj! Largohet të njerë topi, Zoj marrë të barazoj këtu! Fiton! është barazuar, Enis. është barazuar rezultati. Ju ma shumë të ma bëni ju. Vlerëta është ajo e cila e mbrojti, rezultati është i barabartë. Raundi i dytë i takon Tiranës. Zuzi, ma mirë. Ama ti mujnë. Ka mbetur vetëm edhe raundi i tretë. Po qa për mëjë bajtë, të në për në hile? Ta fitoj një lojë, unë, një lojë. Ka mbet vetëm edhe raundi i tretë, ta shohim se cili do ta fitoj këtë raund. Për të fituar 5. Let's go, hajtë Zuzi dhe Vetoni. Gati jeni, 3, 2, 1, letë filloj gara. Nis loja, raundi i tretë, shohim kur do t'jetë më i mirë tani. A do t'jetë Zuzi sërish apo Vetoni? Vetoni po quan si... Si të ishte një teniser i vërtet. Çfarë gjuhë Me gjithatë, Zuzi në stilin e portierit. Bravo. Shumë afër që ta fitoj raundin. Pret Vetoni. Zuzi shumë i sakt me këta topat e tenisit. Po gjuan dal nga dal, me gjithatë, më i mirë po duket. Vetoni ka filluar të mbes. Më duket pa fuqi Një tani. përkroje nga publiku për Zuzin dhe Vetonin. Edhe më tej topi në mesin e fushës. Kush do t'jetë më javë ta tërgoj atë drejt vijës fatale. Zuzi, ma shumë. Bravo, E qëllojnë të dytë me gjithatë ka mbetur në mes edhe më tej. A do t'jetë Vetoni apo Zuzi? S'kam topa, më kresh. E ke naltë e topi. Zuzi e godet, mirë po i duhet edhe më shumë fuqi topit që të shkoj për para. Ja mundësia për ekipin e Prishtinës e ndalë Vetoni, e ndalë dhe e ka larguar. E largon, kërkot edhe pak nga Vetoni që ta fitoj këtë raund. Publiku për kraj i lutem. Shkoj për para. Duhet të mblidhen disa topa për t'ju dhënë Zuzit dhe Vetonin. Ej, bledh një topat, se s'ka topa. Fala, për me ndru. Bledh një A, topa. për me ndru. Të dy ekipet janë gati, letë filloj gara, 3, 2, 1. Kur komenton dhe qysh. Ka filluar loja sërish, shikojni Zutin që e qëllon topin me gjithatë. Vetoni e tërkon në pjesën tjetër. Bravo, kalm. Zuzi shumë më afër se sa Vetoni, mirë po. Vetoni sërish kundër përgjigjet. Përfundon sërish topi. Në atë mesin e famshëm, shikojni Vetonin. Dhe ka fituar. E fiton edhe raundin e tretë Vetoni. 2-1 për Tiranën. Fitore për ekipin e Tiranës. Që më ke lodhë. Ishe mirë. Ti ke të namit me topa, vla. Krisha, ishe ti loj? Jo. Kaloja, kalova. A ishe këtu? 2 raunde për Tiranën, 1 raund fitoj Prishtina, ndërsa këtë garë e fitoj Tirana. Ta shojmë edhe rezultatin. Rezultati është në përfit e Kresore madhe. Julianin e kumujtë. Po, vërtet. Ma të forte. 36 me 19 për Tiranën. Ha me Juli, si të kjo garë, kjo loj, Ishte jashtë zakonisht të sfiduse, do më thëmë. Bravo. Po jam i lumtur që u rafa nga Zuzi. Faleminderit. Jam shumë i lumtur. Faleminderit. Po, e meriton. Se ka një energji të papame. Faleminderit, gjithashtu. Dhe Ana Sjeltas, asi pa. Faleminderit. Ana Sjeltas. Përgjithësi si format, Juli. Atëherë, unë mendoj se është një format shumë simpatik dhe shumë i lodhshëm mbi gjitha, se na lodhen a këpute. Po më dhe mu këtu, po më dhe. Që më dhe këtu. Zuzo këtu, Zuzo.
Jo, është momenti të falenderojmë edhe ty, Enis, a kupton për gjithë to formate që ti bën edhe Qytet Milioneri etj, edhe që i dhuron kënaqësi edhe njerëzve, edhe neve, pse jo, që vim të ftuar këtu, kështu bravo qof. Faleminderit për juve që jeni prezent, ju jeni ata që pasuroni show. Normalisht që ne i bëjmë gjitha gati, por show mbetet prapte jo. Gjithsesi, Mos kemi ndonjë lojë me heqje vetulla se nuk e bëjmë dot. Ja, ato se bëjmë. jo. Me depilim. Ta shohim pra se cila është sfida e radhës. Mos po kemi ndonjë lojë për të hequr vetullat. Loja e radhës, penalti me si mbyllas. Juli ka vendosur syzet, është ai cili do gjuaj, Xuzi portier. Vetoni ndihmon. Ta shohim se këtë lojë çfarë Syzet i dashur, syzet. Po. i vendos O, Juli. veton. E du këtu topin, shire. Aty, okej. Prite ka ndonë dhe fillon me njerë, mos shiqa. Jo nuk shoh. Loja po fillon. Bëlli, 5, gati jem, 3, 2, loja 1. për Julin dhe Loja Xuzi. starton. Një mbështetje në Fillojmë publikun. 2 minuta për Julianin, shohim. Aty ku je pak djathas. Juli Edhe pak. në tentimin e tij të Edhe parë. tani, një. Xuzi po Edhe gjuhet dy në të hapa. Ma shpras. shpejt Edhe Juli, një hap. Okej, je gati. Godite, ta shoh topin. shko më ropa tani. 1 minutë e 40 sekonda. Ma shpejt, ma shpejt. Ma shpejt. Ka pritur Xuzi. Shpejt Juli. Manuel Zudzer. Djathas. Juliani me tentimin e dytë. Okej, atë e ke në krap djath. Gjuj majtas. Juli. Juan Juliani për Xuzi. Juli, lut na ma mropa, shko mropa. Bravo. Tani tentimi i tretë. Ma shpejt, 1 minutë e Juli, 5 sekonda. Goli i parë për Julianin. Kjo ishte gol. Shko mropa, gol. Vazhdo. Shohim tentimin e 4 për Juli. Jepi. Juli. 50 sekonda të në fund. Aty e ki, jepi. Aty e ke. Gjuju të pare. Ku ishte majtas, gjuj majtas. Juan Juli për Xuzi. Gjuan drejt. Gjulo jetë me gjuj drejt. 40 sekonda të në fund. Shko dhe pak mropa. Hajde Juli. Edhe një tentim i Julianit. Aty e ki. Atë e dha, shkoj na. Shko më mropa. E qëllon studion e lajmeve Juli. Okej, tash 20 sekondat e fundit, vetëm një gol për Julianin. Hajde Juli. Hajde, mojo. 10 sekondat e në fund, Juli. 8, 7, 6, Jepi. 5. Shpejt. Hajde, do pimarë, vishu tu, bro. Jo, ti je portier tash. Bëlli sy. Normali portier, më shutoj. Duke gjujt. Sa që lit plagu, se shef gjohë. Hajde, tani e ka radhen Prishtina të gjuaj Ermali. Ermali son ty. Do futesh ti? Se unë du të gjuj. Ermali. Ermali është portier. Xuzi, Veton. kush do të gjuaj? Xuzi. Kresha. Zudin brojtje. Kresha, penalti, me sy mbyllas. Juli Shëgjë. U po shkëtë si Shëgjë kundështare. Nuk shë. Në gjy fort, në kresha, në gjy fort. Ermal. Jo, sishe, aty. Gati jem. Shty qik më mbrapa. Gati Kresha, Ermal, mbylli sy. Ngriu. Juan Kresha, goli i parë. Ermal, shtriu komplet. Jo.
Ullu në gjuj, shtiju. Ashuri. Kresh Kamroba, okej. Tashi kriju këmë. Shohim tentimin e dytë të Kreshës. Ermani në stilin e Iker Casillas. Ta shohim tentimin e tretë. Shti krah. Ashtu brie këmbën, aty. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Kresha, roke shot. Juan Kresha Ndimaj me topa, ndimaj. e ka përcjen studion krejt. Edhe njerë Kresha dhe Gjuaj. 1 minutë e 10 sekonda deri në fund për Kreshën, i cili Gjuaj shumë dobët. Një gol veç se ka shënuar Kresha. Shohim çfarë do të bëj tani. Minuta e fundit Kresh. Edhe një tentim i dobët i Kreshës. Brie këmbën Erman. 50 sekonda deri në fund Kresha Gjuaj. Jashtë portës. Edhe një tentim për Kreshën. Dhe ka shënuar! I love you too, just don't talk, man. Goli i dytë i Kreshës, 32-3 sekonda deri në fund. Jashtë kësaj here. Edhe një tentim i Kreshës. Mamroba Kresh. Jashtë portës Kresha. Ashtu bjerë. 20 sekonda e fundit Kresha. Kresh 15. Mamroba. Gjuan Kresha dhe shkënon. Goli i tretë i tij. 7, 6, 5, 4. Edhe njerë Kresh jepi. Shko Mamroba Kresh, Mamroba. Jepi. I ka fituar pikët Prishtina. Kresha shumë bukur. Fitore për ekipin e Prishtinës. Kresha e fitoj këtë gorë. Edhe Xuzi ishte brojt shumë i mirë. Bravo Xuzi. Ta shohim tani edhe rezultatin. Vazhdon të jetë e madhe. Rezultati është 29 për Prishtinën, 36 për Tiranën. Tirana akoma në përsi. Hama Juli. Duhet vazhdojmë. Si të du kjo loj me symbyll? S'kën qyë, qatë jetë me symbyllur është bukur. Edhe? Tani, Që që jena shqiptar? tani ta shohim se cila është sfida e radhës. Loja, gara e radhës është mjell dhe pi. Kjo garë, Me pi, gjithsej, tjetër kush e pi, unë e Ne mjeli. mjelim, Xuzi do të luaj dhe Juli. Kjo garë i ka gjithsej 15 Qka pikë. është ajo, a ju e pini? Po, Ju e një beba. dhe toni është ai dhe Kresha ai cili do të pi qumsh më shpejt. Gjithsej i ka kjo 4 minuta kjo garë. Në qofë se jeni gati, ta shohim Julin dhe Xuzi. Alen kjo? Gati jem, letë filloj gara. Kujdes, One angst. Xuzi kujdes, kajnë angst. Loja po fillon. Juli, Bie që këti mo! Bie mo qa! 2, 1. Loja starton. Au! Ska gjoni, e pilpa! Vete mush, vete mush. Ta moshim mirë. Filluan 3 minuta edhe për Xuzin edhe për Julin. Ta këty në pjubën problem. Shohim kur do të arri Lopa me ty është cool. të jetë më i aftë Komen e ka në efekt mirë, më së shqetësa. në mjelje. Qyre, s'ka kur fara aksionit negativ, veç krye punën, bravo. Vetëm dëgjojnë instruksionet e Kreshës, është fenomenal. Ajo ka punë me adrenalinë, ti veç ma e qetë adrenalinë. Mos e piti. Juli po ka probleme me lopën e tij. 25 mililitra. Ska. Po që? Ja, do të ma shoh, ma Ja, shoh. Po që, po di qysh. 2 minuta e 20 sekonda. Ja ma shumë... Mos të më nervozoj. Probleme tani edhe për lopën e Xuzit. Ja nisi lopa Xuzit më bo lop. Tani probleme edhe
Demokraci është Juli. Çobanët e lupë. Pije për ja unë gjeo. Mere u lopër. Ma e qik ta mjeri qik te. Zuzi kanë vet edhe 1 minutë e 50 sekonda. Ja, shikojni këtë stil tani. Çfarë stili është kë? Zuzi pelun rolin. Lopa e Zuzit ka filluar të mësej. Lari do vlo. Vav. E qëtë një lider e qëtë. 1 minutë e gjysmë më kam betur. Wow, ketë dhët me Fillo pia. pije ti plak se sa mililitra? 100. 100 mililitra. Qumshti direkt. Mundesh me pi tani. Ja, që shtu letë. Që shtu të njërin... Juli gati është. Hajde. Ndoshta është interesant të ndihmoni pak edhe Julit, që po ka probleme. 150. Sa vetë po vjeni ju? E një mund ata. 55 sekonda deri në fund. Filloni me pi. Tash mund të filloni ta pini qumshtin. Jo, nëse pi. Dori shurt? Mere pije. Unë me pia. Hajde Kresh. Pije shpejt, gutu Ta shohim tani. Dori shurt? Kresha, fillon Kresha, 40 sekonda e ke. 14 sekonda pije krejt Kresh. Sa jam? Është më duke Termali dhe Kresha në luftë. Është bio, mos më lër. Mirë është Juli. Shpa bio që sa berlugën e kom rënë në shelit të folë. Kërë sa berlugën... Vishtu që dhe ikse. Shike. 20 sekonda dhe në fund. Burë, që si është? Ja, ka shumë berlugë. Jepi abrese së është bërlokë. Qe, pio. Përfundoi gara. Blerta e përfundon këtë garë. Shepiti me. 15 pikë për Prishtinën. Pse? Fitore. Po e pas ka Ishin Po e pim, po kush kam le më shumë? Po kemi mbjedh edhe me shumë. 3 vete ka kam edhe mjene. me shumë bledhen edhe e pikën me shumë. 3 vete kam mjene. Garën e fitoi Prishtina. E piu blerta se sa probleme dë. Bravo Xuzi dhe Blerta e fituan garën. 15 pikë e kësaj lojës. Juli për... E vdit. Ikim. Ta shohim tani edhe rezultatin. 24 me 36 për Prishtinën. Fitore për Prishtinën. Xuzi dhe Blerta arritën ta fitojnë këtë garë. Ta shohim tani se cila është sfida e radhës. Keni arritur në sfidën e fundit. Rezultati është 24 me 36 për Prishtinën. Kjo garë është edhe vendimtare, ai cili e fiton do të fiton edhe lojën për sonte. Ta shohim se kush do të garoj Xuzi dhe Ermali. Xuzi i pari është Xuzi. Kam 3 motora. Ta shohim Xuzin për sa sekonda do të arriti bëj 2 gjiro. Xuz për qëndrim. Është loja vendimtare. 10 pikë i ke. Po e para rikëthe. 2 gjiro, Xuzi mos harro. Loja po fillon. 2 gjiro. Gati. 5, 4, 3, 2, 1. Let filloj gara Xuzi. Ishe Xuzi, qojmë qëfar shpejtësie du të kaloj gjiron e parë, rrethin e parë Xuzi. Ka përzem pengesën e parë. Shumë mire ka kaluar kthesën e parë Xuzi, 15 sekonda ka kaluar. I afrot edhe kthesës e fundit tani. Për mrekulli Xuzi, 22 sekonda rrethi i parë. Shojmë rrethin e dytë. Xuzi me një kohë të jashtëzakonshme. Po arrin përfundim të rrethit të dytë. Shojmë probleme tani pak për Xuzin, 40 sekonda duhet të kthehet prapa, mjaft mirë. Dhe niset sërish 48 sekonda për Xuzin. 28 sekonda për Xuzin.
Tani rodhen e ka Ermali, ta shojmë Ermali. Okej, bravo! Zuzi për 28 sekonda, bravo Zuzi. A ke shpejt? Shpejt, po rekordin e kemi 35 sekonda nga Keka. Bravo. Ka ushtru një orë, garant. Kushe kishte 35? Keka rekordin e ka deri me tani në motor. Bozitje 35 sekonda. A mas na ke të regu. Let's go, brother. Ermal. Yes, brother! Brother, Shojmë tani 35 Ermali, sekonda ke Ermal. rekordin. Kjo lojë është Rekordin e vendimtare. ke 35, shifta thajsh. Rekordi është 35 sekonda. Kjo gol qofse fitoni e Loja fitoni po edhe fillon konketuar për sonte. për 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nisë të Ermali tani të shojmë se me çfarë shpejtësie do të kaloj rrethin e parë Ermali. Mjaft mirë në kthesën e parë. Edhe në të dytën Ermali shumë mirë. E ta shojmë tani për 18 sekonda shtegu i rrethit të parë. Shojmë në rrethin e dytë. Do të jetë më i shpejt se 48 sekonda. Probleme. Probleme për Ermalin. Kthehet prapa. Probleme për të tani. 40 sekonda. Dhe ku më i shpejt se Zuzi. 43 sekonda për Ermalin. Ermali më i shpejt se Zuzi. Bravo Ermali. 23 sekonda. Bravo! Bëra gabim se u Po, futa. dhona aty, po, nga gabim. Bravo, bravo. Po ti... Ermali më i shpejt se Zuzi për 5 sekonda. E tha, në prale kam 3 motora. Ne kemi 3 motora. 3 motora. Këtë familje ka nga 3 motora. Diferenca ishte për 5 sekonda. Këtë gare e fitoi Ermal Mamoqi, Tirana. Të nderuar shikues, Bravo. loja përfundoi. Fitore për ekipin e Tiranës. Tirana fitoi këtë mbrëmje. Të nderuar shikues, mbyllim këtë vit me suksese për Super Sfidën. Viti 2014 mbyllet, fitoria i takon ekipit Tiranës. Bravo, Tirana! Tani le ta bëjmë. Kjo është edhe Ermali. një... Falë, Kludna, po kjo të regon edhe njerë se po të mirë se ardhur jeni në Kosovë. Gjithmonë. Shumë Shtim po sa qërë. Edhe juve, sigurisht, edhe juve, sigurisht. Edhe ju një shumë një sarë. Fitore. Ta bëjmë një foto Ermal, të gjithë bashku për fund. Të gjithë se bashku jemi në... Jo, duhet... Jemi në emisionin më të shikuar Super Sfida! Ulu, kujdes. Edhe 1 minutë deri në fund. Shojmë se kush sa ka veshur. Hajde qeras me pak salam. Ma se e tonë. Juli dhe Zuzi shumë paqësor. Dhe ka shënuar.